Segmenti rrugor që fillon prej zonës së ujit të ftohtë për të kaluar më pas në drejtim të radhimës dhe Orikumit, po bëhet gati tashmë për asfaltim. Firma e cila po realizon këtë projekt ka bërë gati segmentin rrugor për të asfaltuar dhe për ta rikthyer në gjendjen e tij optimale. Faza e parë e këtij projekti ka përfunduar. Kjo fazë fillestare konsiston në krijimin e barierave anësore rrugore dhe kunetave kulluese. Bariera anësore këto të cilat janë mbushur me beton, teksa janë vendosur edhe kunetat që do të largojnë ujërat e bardha të shiut në ditët me reshje. Gjithashtu në rrugën në fjalë, në disa pjesë të saj është gërryer edhe asfalti për të bërë gati për asfaltim. Pjesa më e konsiderueshme e rrugës ka qenë pa asfalt për disa vitesh, por në disa pjesë të saj ende kjo punë nuk ishte kryer. Megjithse vlen të theksohet se ky projekt ka vonesa. Sipas afateve, ai duhet të kishte përfunduar tashmë. Po flasim këtu për një rrugë e cila do të jetë në shërbim të Giro d'Italia, që është aktiviteti më i madh sportiv i mbajtur ndonjëherë në Vlorë. Ajo duhet jetë gati brenda datës 10 maj, pasi në 11 maj do të zhvillohet Giro d'Italia, për t'i sjellë në këtë mënyrë edhe qytetit një qarkullim rrugor me më tepër lehtësi, por edhe për të qenë gati njëkohësisht për eventin sportiv të ciklizmit. Por projekti për shkak të shëtitores lungomare dhe gjithashtu punimeve për vendosjen e rrjetit të ri të ujit të pishëm dhe kanalizimeve në këtë segment ka patur vonesa për realizimin e tij. Ndërkohë mbetet tepër e vështirë, por jo e pamundur, riasfaltimi i këtij segmenti rrugor në kohë, pasi po flasim për asfaltimin e një rruge më tepër se 25 km të gjatë, e cila krahas asfaltimit deri në 10 maj duhet të plotësohet me të gjitha komponentët e saj të nevojshëm, duhet të plotësohet edhe me sinjalistikën e saj të përshtatshme, horizontale dhe vertikale. Krahas gjatësisë së konsiderueshme të segmentit, vështirësitë shtohen, pasi puna nuk mund të kryhet me ritme për shkak të qarkullimit rrugor të shtuar, i cili kurse nuk mund të pengohet. Pritet të shihet se si do të avancojnë punimet, për të parë nëse rruga do të jetë gati deri më 11 maj në gjendjen e saj optimale për të vazhduar më pas aty Giro d'Italia.